Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala khairi khalqillah, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah në madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdata dhe bekimet e Allah qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të madhruar me ligjëratën e radhës, me emrin e bukur të Allahut Azza wa Jall të radhës, duke shpresuar se Zoti xhallahu ala do të na e përmirëson gjendjen tonë, do të na falë mëkatet tona. Kemë përmendur disa të nderuar se emrat e Allahut Azza wa Jall, edhe pse aludojnë në një qenje, aludojnë në Allahun Azza wa Jall, ato në aspektin kuptimor janë të ndryshme. Dhe aludimi i këtyre emrave në aspektin kuptimor mund të klasifikohet edhe në kategori të ndryshme. Sikur që kemi përmendur se emra që kanë të bëjnë me falën e Allahu xhallahu ala, emra që kanë të bëjnë me fuqinë e Allahu xhallahu ala, e të tjera që kemi përmendur në takimet e kaluara. Ne si musliman kemi nevojë që vazhdimisht krahas informatave që po i marrim, krahas mësimeve që i marrim, të marrim edhe motive, edhe stimulime të cilat e shtojnë vullnetin tonë dhe e shtojnë disponimin tonë për të zbatuar në praktik ato që i dëgjojmë. Dhe padyshim se këto stimulime dhe këto motivime janë të lloj-llojshme, janë të ndryshme, por besoj që pajtoni me mua se nuk mund të motivohet dhe nuk mund të stimulohet më mirë, më drejt një besimtar se kur kjo bëhet përmes ndonjë emri të Allahut Azza wa Jall. Prandaj dhe emri i radhës që sot do të flasim për të është një emër që shpresoj të jetë nga emrat e kësaj natyre që na stimulojnë dhe na japin fuqi që të vazhdojmë tutje përkundër ndoshta dekurajimeve eventuale që mund të na shfaqin në rrugën tonë të Allahut Azza wa Jall. Përkundër zgënjimeve, përkundër lloj-lloj pengesave që i shfaqin robët në rrugën e Allahut xhallahu xhelaluhu. Nga se një njeri i cili është nis për tek Zoti xhallahu ala, padyshim se rruga e tij nuk është e lehtë gjithmonë. Por ndoshta mund të themi se më shpesh është e vështirë se që është e lehtë. Andaj, krahas pengesave të brendshme që i ka, të nefsit e tij, e të epshit, e të egos, ka dhe pengesa të tjera të shumta të jashtme. Andaj duhet më të vërtet një fuqi e madhe, një stimulim i vazhdueshëm për të vazhduar më tutje deri në takimin me Zotin xhallahu ala. Emri që do të flasim sot për të është një emër i cili është i ngjajshëm me emrin e javës së kaluar. Nuk është i përmendur në Kur'an drejt për drejt, por është i përmendur në Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si emër, por sipas kuptimit të këtij emri është i shtrirë dhe është i përmendur në të gjitha suret e Kur'anit gati. Prandaj kudo që të lexojsh në Kur'an takosh me kuptimet e këtij emri. Fjala është për emrin Allah xhallahu ala ad-Dayyan, i cili është përmendur Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i ka disa kuptime të rëndësishme që neve na duhen në çdo aspekt, e veçanërisht në atë që e përmenda më herët. Emri Allah ad-Dayyan do të thotë në gjuhën arabe vije nga një rrënjë e një foljeje e cila ka disa kuptime. Prej sa vjen edhe fjala e din, që ne e përdorim zakonisht për fe, por vije edhe do të thotë jo vetëm kuptimi i fes, po din vije edhe me kuptime të tjera sikur që do ta përmendim. Andaj nga e njëjta që buron emri Allah ad-Dayyan edhe e din që buron, i ka disa kuptime në gjuhën arabe. Një prej kuptimeve është do të thotë shpërblimi dhe dhënia e asaj që dikush e meriton. Prandaj edhe në këtë kontekst ka Malik Yawmiddin, është quajtur dita e gjykimit Yawmuddin, dita e marrjes së asaj që çdo kush e meriton. Andaj Zoti xhallahu ala është zotruesi dhe është sunduesi i asaj dite, të cilën çdo njeri e merr atë që e ka merituar. Gjithashtu edhe prej kësaj është e din, i ka edhe kuptimet e përuljes, nështrimit, respektit e kështu me radhë. Se përket përmendjes së këtij emri u përmenda se ky emër
do të thotë nuk është përmend në Kur'an me këtë formulim e Dejjan, edhe pse pat Malik Yawmiddin aludon këtë emër të Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithashtu ajete të tjera që japën me kuptues se Allah xhallahu ala ka këtë emër, por drejt përdet me këtë emër është emërtuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në një hadith të interesant. Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu kanë dëgjuar për një hadith se e ka një nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që Jabir nuk e ka dëgjuar këtë hadith. Dhe padyshim se mungesa e një hadithi i ka provokuar shumë ashabët që me ndëgju këtë hadith. Andaj e tregon Jabiri radiallahu ta'ala anhu tregimin e mësimit të këtij hadithi. Këtë hadith e ka pas Abdullah ibn Unesi, i cili në këtë kohë ka qenë në Sham, ka qenë në Damask, ndërsa Jabir ibn Abdullah ka qenë në Medinë. Dhe thot Jabiri, posa dëgjova se Abdullahu e ka një hadith, thot e bleva një deve special për këtë udhëtim. Do thot nga se kërkimi i hadithit kërkon përgatitje speciale, një mjet transportuar të posaçëm, të përshtatshëm për rrugtimin që do ta merr. Andaj thot e bleva një deve të posaçme për të marrë udhëtim. Thot dhe u nisa në një udhëtim që zgjati një muaj për një hadith. Jabir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, do të thotë djali i Abdullahut. Kush ka qenë Abdullah al-Bajali? Ai i cili ka rashë në luftën e Uhudit edhe i ka folë Allahu drejt për drejt. I ka thonë kërko për meje diçka o robi im, ka thonë kërkoj të më kthesh në dunja, që përsëri të vritem për ty. Ka thonë premtimi jam është hak, e Allahu ka thonë se kush vdes nuk kthehet më. Atëherë ka thonë lajmëroje pejgamberin tën që t'i lajmëroj muslimanët për atë që më ke ndëruar mua. Atëherë Allahu xhallahu ala ka zbrit ajetin sura Al-Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, asëse mos i llogaritni ata që janë vrarë në rrugt të Allahut të vdekur, ata janë të gjallë duke u furnizuar tek Zoti i tyre. Andaj ky është baba i Xhabirit. Dhe ky Xhabiri nuk është mjaftuar me gjithë këto vlera, dhe sa ditën e ka transmetuar, megjithatë ka qenë ende i pangopur për të shërbyer fesë Allahut Azza wa Jall, për të mësuar ende më tepër. Andaj është nis në këtë udhëtim dhe kur ka shkuar tek Abdullah ibn Unesi ka turkit në derë dhe ka dal shërbëtori i tij ai që është kujdes për shtëpinë e tij, i ka thonë kush jeti? Ka thonë tregoj Abdullahit se ka ardhur Xhabiri. Ai ka thonë, do të thotë ka ardhur Xhabiri, ka thonë i biri Abdullahut, nëse ka qenë befasi për të, ka thonë po, atëre e përmend Xhabir ibn Abdullah thotë se ka dal duke u vesh, a dhe njëri për mallëngjimit nuk veshet ka dalë me dal, po një mungë ka pas vesh, e tjetër ka vesh u dal që sot për qefit me pas sa më shpejt vëllain e tij në Islam. Thot atëherë më ka përqafuar dhe kum përqafuar mi përshëndet, i kum thon hadithun sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e kanë dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shpagimin që do të bëhet ditën e gjykimit. Për shpagimin që do të bëhet ditën e gjykimit. Thot nga se nuk e di ose ka përmend kam pas frikë se mos po vdes unë pa ndëgju apo po vdes ti pa marrën këtë hadith. Andaj kjo më ka bëu që të shpejtoj më shpejt të marr këtë hadith, qase ka pas mundësinë më thon, po pse më nis me shku të na rrugë më bë. Vjen njëri në haxh, e shkon në haxh në Medinë s'ka çore pa Irak sajt. Po s'bëva kia vjen si vet, po vjen si vet vjen në mot, apo e des Abdullah ibn Isi, shkon hadithi, çka bëhet? Hajr inshallah. Apo e këta s'kan jetuar me hajr inshallah. Apo ai ka pas frikë se është një hadith më rëndësi. Një hadith. Apo andaj për këtë ka ble para më, si më ble kerr posaçë me shku një hadith. Devet posaçë me ka ble me shku, më dëgjoj një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe shikoj arsyeja pse ka vënë me shpejtu, posa e ka dëgjuar se ai ka një hadith, thot frika se po des unë e po shkoj pa mësuar një hadith. Ose po des ti, ku marrën atë hadith pastaj. Andaj kur janë taku i ka thonë po e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash kjo ka treguar hadithin, i ka thonë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah, do të ringjallen njerëz ditën e gjykimit, dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mënyrën e ringjalljes duke thënë uratën
gurlan buhma. Urat të zhveshur, gurlan, do të thotë sikur se I ka lindur nëna. Do të thotë pa asnjë gjë që ju mungon, madje edhe të pa bërë sunet, sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e buhmen kur ka thonë, atëherë ka thonë ashab, e çka o buhmen, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa asgjë hiç, nuk kanë asgjë me vete, kur gjë. E pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thumma yunadihim bi sautin, pastaj I thret Allahu xhallahu ala me një zë që e ndëgjon ai që është larg, njëjë sikurse e dëgjon ai që është afër. E pastaj thot Allah xhallahu ala ana al-malik. Un jam al-malik, kemi mësuar çka është al-malik, apo un jam Zoti, un jam zotruesi, un jam mbreti, un jam ai që kam çdo gjë në dorën time. Ana ad-dayyan. Këtu e ka përmend emrin e Allahut që po mësojmë për të ad-dayyan. Un jam ad-dayyan. E çka ad-dayyan do ta mësojmë, por këtë ditë kemi përmend si argument se Allah xhallahu ala ka emrin ad-dayyan. Pastaj Allahu xhallahu ala vazhdon duke u thënë robët e tij se la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar, nuk lejoj që të futet në zjarr asnjë banor I zjarrit derisa në qoftë se dikush nga banorët e xhenetit apo ka çka më marr prej tina derisa të merra çka ka më marr. Ai leçi është duke shkuar në xhenem, po ende duhet me shpagu. Nëse I ka met bars ndokujt pe banorët e xhenetit. Dhe ka thonë nuk lejoj që të futet në xhenet askush në qoftë se I ka bars dikujt pe banorët e xhenemit. Ai ka shkuar në xhenem, dash, çfarë më dhon atij? Në xhenem drejta do të më shkuar në vend. Ndoshta kur ka marr gjykim me shkuar në xhenem, po kur të shpaguhet borxhi që dikush ja ka pas, del pe xhenemit del në xhenet apo. Atëra sa kanë ja Rasulullah, e si do të shpaguajnë kur nuk kanë me vete asgjë, ti tha që s'kan kurrë me vete. Nuk kanë asgjë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bil hasanati was sayyiat, me të mirët edhe me të këqijat bëhet shpagimi. Andaj ky hadith e ka vërtetuar emrin Allah xhallahu ala ad-dayyan. Edhe pse thash do të thotë pe emrave të Allah xhallahu ala ose emri Allah xhallahu ala ad-dayyan në kuptimin e këtij emri është I shpërndar, do të thotë në të gjithë Kur'anin duke filluar nga surja e parë Malik Yawmiddin. Dhe emri I ditës gjykimit me Din, Yawmuddin, është pikërisht do të thotë kuptimi I emrit Allah xhallahu ala ad-Dayyan. E çfarë kuptimi ka emri Allah xhallahu ala ad-Dayyan, kështu më përse afërmi? I ka disa kuptime. Do të fillimisht e vërtetuam me argument shariatik se Allahu xhallahu ala ka emrin ad-Dayyan. Tash kuptimi I këtij emri I cili është? Kuptimi I këtij emri I ndëruar fillimisht është ad-Dayyan është ai I cili do të thotë I shpërblen robët e tij. Shpërblimi në këtë rast nuk është vetëm shpërblim për të mirë, por mund të jetë shpërblim për të keq, do dënim për ta atë që kanë merituar. Gjithashtu prej kuptimeve të emrit ad-Dayyan është, sikurse e kanë përmendur dietarët, kuptimi I ngjashëm me emrin e Allah xhallahu ala al-Hakim. Do të ai cili me urtësinë e tij I jep çdo kujt atë që ka merituar. Prandaj shpërblimi I njerëzve në bazë të veprave të tyre bëhet me urtësinë e Allah xhallahu ala dhe me drejtsinë e tij. Kush e din realisht se kush çka ka merituar? Kush e din realisht sa është vlera e kësaj vepre? Sa duhet të shpërblet apo në anën tjetër? Sa duhet të dënohet dikush pikërisht për këtë vepër? Kush e din? Askush pas Allah xhallahu ala. Andaj ai që din saktësisht kush sa ka merituar, pa ja cenu hakun, as në dënim, e as problem është ai që e ka në ad-Dayyan. Prandaj kuptimi që sillen dhe shpërblimit dhe rreth dënimit dhe rreth dhënies së asaj që e meriton çdo kush, të gjitha këto kuptime janë të përmbledhura tek emri Allah xhallahu ala ad-Dayyan. Gjithashtu ad-Dayyan dietarët e kanë përmendur se ka kuptim të një lloj sundimi dhe pushteti. Andaj I thonë për shembull njeriu që ka se kjo emër përdoret për njerëz. Andaj njeriu I cili për shembull ka në posedim shtëpia të caktuara ose ka në posedim tokë të caktuara, kështu më I thonë pronari kësaj toke I thonë Dayyanul Ard. Dayyan
në kuptim të sundimit dhe posedimit dhe të pronësisë. Këto janë kuptimet që sillen rreth emrit të Allah xhallahu ala ad-Dayyan. Ndërsa nëse do të kalonim tek pika radhës që ka të bëjë me ndikimin e këtij emri, atëherë mund të përmendim disa prej ndikimeve të rëndësishme që ky emër na i ofron. Fillimisht të ndëruar njeriu kur e din, por jo veç e din, por është i bindur dhe në bazë të kësaj bindje e rregullon jetën e tij. Se Allahu xhallahu ala është ai i vetmi i cili ja jep shpëlimin. Dhe Allahu xhallahu ala është i vetmi i cili e jep dënimin e merituar çdo kujt. Atëherë në këtë rast a ka mundësi njeriu përballë të emri të zhgënjet ose të mërzitet? Nuk ka mundësi. Nga se nëse ka bënë një punë të mirë dhe nuk e ka marrë shpëlimin e merituar për njerëzve, apo atëherë ai ka një dejan, e ka një ditë që pret t'ia jap shpëlimin sikur se duhet tamam. Por nëse për shembull dikush i ka bëu padrejsi, ka bëu zullum dhe nuk e ka marrë dënimin e merituar, por ai ende vazhdon me kon mirë, rahat, shnash, pa asnjë të keqe, nuk zhgënjet. Por nëse do të vjen dita kur ai ka më la kët më shtrejt se po talon te këtë dunjë. Andaj emri Allah e Dejan ndikon në kënaqësi, lumturinë, disponimin e jetës në kësaj bote, në inkurajimin e tij për të punuar, për të vazhduar aty sikur se ai ka më herët. Për shembull sot njerëzit në qoftë se kjo është natyra njerëzore, jemi krijesë sociale, nuk mund të jetojmë vetë, duhet me jetu me tjertë, dhe jetesa me tjertë nuk kupton edhe përkrahjen edhe ndihmën që duhet t'i afrojmë njerëzit, nga se për kësaj varet edhe shumë aspekte të jetës tonë. Para më në përshon njëri që e kanë fut në burg, apo? Dhe padyshim se kjo është një lloj ngarkese psiqike për njëri, mësë më dhe fizike nëse edhe e rrahin. Mirë po, e kanë fut në burg, në vetmi, por veni ku është, do të thotë, i burgosur, është i tëri në kamera. Dhe këtë ati që ka po i ndodh aty në burg, po transmetohet botërisht, këtë bota po ka mundësi me e papëtën. Edhe po komunikon me këtë botën dhe këtë bota jashtë nga gjitha vetën po lajmërohen njerëz po i thonë si qëndra, nëna me ty, ti je hero, ti je trimi, apo kjo situatë e jashtme. Sa është për këtë njeri përkrahje e madhe, apo a nina i dhimbje, a nina i shqetësim, apo a nina i depresion, a stres për këtë që ka kaplu? Absolutisht. Nga se rrinë në këtë knatësi të komunikim në botë njerëzme që këtë bota pedin që ka të bo kë, apo dhe me njerë do të është duke e marë në mërë me njerëshme shpërblimin e përkrajen për këtë që është duke e bo. Ose për shembull në nën tjetër ata që e kanë fut në burg tash me i pa me sytë e ti dhe me ndëgju me vesht e ti, ka ata e paguajnë çmimin e asaj që i kanë bërë këtij. Ky njeri pas kësaj saj, a ndihet i demoralizuar dhe i zhgënjur për çka i ka ndodhur? Jo, nga se shpirti i tij është qetësu, apo se është shfry në hakmarrje e ka pasë se ata e kanë marrë dënimin e merituar. Nëse kjo nuk na ndodh më një herë, nëse jetojmë me emrin e Dejan, wallahi bëhu i bindur se kurdo që të ka bëu zullum, kurdo që të ka marrë ato që nuk i takon me të marrë, kurdo që ta ka cenu të drejtën në aspektin fetar, apo edhe aspektin jetësor të ndin, nëse nuk pendohet dhe nuk kërkon halal, dije se nesër Allah xhallahu ala ka me dënu dhimbë shumë atë njëri. Dhe dënimi do të jetë që do t'i hapët ty, do të hapët dritarja, sikurse ka ardhur në shumë transmetime. Do të hapët dritarja e banorëve të xhenetit që të shikojnë në banorët e xhenemit. Apo dhe të shohin se si po dënohen të gjithë ata të cilët i kanë shkaktuar banorët e xhenetit dhimbje
dhe shqetësime dhe i kanë privuar nga shumë të drejta. Edhe pse shpesh herë zullumi i tyre bëhet shkaktar ti me shku në xhenet. Mos me qenë presioni i tyre nështë s'kisha me jetë që ashtu shpejt apo. Andaj ata janë sebeb për aty ku je ti. Edhe pse ke përjetu dhimbje shkurtimisht, ndërsa shiko ata ku kanë arrit. Kjo është një pamje që do të ndodhë gjithsesi. Mirë po ende pa ndodhë. Emri Allahut e Dejjan na e ofron këtë pamje e cila rënon çdo depresion, stres, ngarkesë, shqetësim, mërzi për besimtarin. Prandaj edhe sikur që e keni të njohur kur e ka dhunu dhe e ka keqtrajtu Haxhaxhi Sejdi ibn Xhubairin, krahas saj ka dashur të mutall me të. Para mëna dikush edhe po të dënon, edhe po të rrah, edhe po të privan nga drejta jote, po edhe po bën ajgare. Haxhaxhi është tall me Sejdi ibn Xhubairin. Ka thonë, mas kejt tallëve të shumëta, ka thonë, qysh po ki qef me të vra? Apo do me të shtre, apo do në kom, apo do me të ra mas qafe, do me të do kryt për gjys, qysh po ki qef me të mytë? A nuk është kjo presion? Kjo tallje? Mirë po, ai që e ka njoft e Dejjan, nuk mund të gjynëzot, apo nuk bjen, nuk kanë mundësi këto tallje, këto presione psiqike me arzu, s'kanë mundësi. Dhe çka i ka thonë Dejjallit, i ka thonë Haxhaxhit, apo? Çka i ka thonë Haxhaxhit? Dejjall nuk on. Çka i ka thonë Haxhaxhit? I ka thonë zgjidhe çush po ki qef ti me të vëro Zoti. Çashtu vroje mua, thon. Çush të bjen ty ma kallaj me të myta e ty, çashtu ti bë ma mua, thon. Dhe çashtu ko me gjet njëjta, thon. Shikoj me çfarë bindje, as ka pas ushtar, as ka pas kurrë, i vetëm ka qenë ky alim. Po e ka pas e Dejjan me vete. Andaj, njoja e Dejjan, apo, dëban me koni pampostur, edhe kur s'ki fuqi, dëban me koni përkrahur, edhe kur s'ki përkrahje, apo, dëban me qenë i lumtur, edhe kur të gjitha rrethonat janë zhgënjyse dhe të ushqen me mërzi dhe depresion. Në kjo është një ndikim i rëndësishëm që e sill emri Allah xhallahu ala Dejjan në jetën e përditshme. E dyta e dhënuar që sill emri Allah Dejjan është se e Dejjan tham është i lidhur me emrin Allah e Din, apo nëse Allahu po Maliki Yaumi Din. Të gjithë jemi duke shku ka Yaumi Din. Të gjithë njerëzit. Dhe nuk ka njeri i cili nuk do të jetë pjesëmarrës në gjykatën e quajtur Yaumi Din. Krejt. Të gjithë kena me u gjykun këtë gjykatë. Njerëzit që kam përvoja me gjykata ose janë ftu në gjykatë, zakonisht pyetin për dy pyetje sa e diune. Kush është prokurori edhe kush është gjykatësi. Apo nëse këta dy qillojnë pak më kallaj, ka përse puna më mirë. Veçanërisht gjykatësi. E prokurori mund të kemë nuk ka. Apo ka vetë gjykatës. Nëse gjykatësi është edhe ai që të akuzon edhe ai që shpërblen ai që i kën këtë punë. Para mëna Allahu xhallahu ala që ti e ke adhuru. Allahu xhallahu ala që ti ke sakrifiku për te. Ai që e lodhi për te, ai që munuti për te, çaj është gjykatësi. Çaj komendo hakun pe batilit. Ai komendo të vërtetën nga e pavërtetë komendo, të drejtën nga e padrejta. A nuk është kjo një qetësim për besimtarin? Se ai që unë e njeh se është i urti, është i drejti, është i mëshirshëm, ai që unë e njeh kështu, ai është gjykatësi i ditës së gjykimit. Për këtë arsye kanë thonë shumë për dietarët e selefit se po të më jepë mundësia me zgjedh, atë më gjykon nona jam, a Allahu do të thojë Allahu. Se s'di nona me më pagu tamam, që s'di me më pagu Allahu xhallahu ala. Apo edhe s'ka rahmet nona me më fal, s'ka rahmet Zoti i gjithë. E ka njoft e Dejjan, andaj duaj me më gjyku. Prandaj, kjo jep një besimtar gjithashtu të një motiv për të bëu punë të mira, nga se e din se tek Allahu xhallahu ala nuk u pas gjë. Andaj Allahu xhallahu ala ka përmendur sa vetëm në Kur'an se kur vjen ajo ditë, kur njerëzit kanë më gjyku, dhe ka më dalë para Allahut azza wa jall, njerëzit subhanallahu do të jenë në gjendje të ndryshme. Sikur se kanë qenë këtë dunja në gjendje të ndryshme, edhe atje do të dallon edhe më tepër dallim mes gjendjeve të tyre.
Unë du mi përmend veç 2 pamje nga ajo botë që na e ka përmend Allahu xhallahu ala, e që ato pamje të shpresojmë të na e rregullojnë pastaj ecurinë e jetës tonë në këtë botë. Allahu xhallahu ala përmend se atë ditë, fillimisht në këtë botë, ka gjëra që peshojnë shumë dhe ka gjëra që nuk peshojnë shumë. Ka gjëra që janë trona, janë stabile, të qëndrueshme, ka gjëra që nuk janë stabile dhe nuk janë qëndrueshme. Në këtë botë, apo? Për gjërave që janë shumë stabile, janë shumë qëndrueshme në këtë botë janë kodrat, malet, bjeshkt, apo? Janë shumë stabile. Madje janë simboli qëndrueshmërisë dhe stabilitetit. Dhe fuqisë. Ndërsa në botën tjetër do të ndryshon hesapi. Allahu xhallahu ala thot: "Wa takunu al-jibalu kal ihn." A det kodrat e mëdhaja do të jenë sikurse pambuku i shprishur. Një pamuk i shprishur që e bën fryma më e lehtë e shpatallon. Kodrat do të jenë kështu ato. Do të jenë sikurse ky pamuk i shprishur. Pastaj Allahu xhallahu ala përmend thot: "Faman thaqulat mawazinu." Mas kësaj shprishje, mas këtij devalvim, po them, në mas të gjërave të trona me peshë këtë botë, e përmend fjalën e kujt i rëndohet peshoja. E qysh, a ditë që bjeshka është sikurse pamuku. A ka diçka që ka e ronë mua? A pas ka diçka që është e rona me pesha? Masi që edhe kodrat nuk kam pesh, çka mjet masoj me pas pesh? Allahu dhe të femen thekulet me wazinu. Ati që i rëndohet peshoja, vepra e mirë, ditë në gjykimit bëhet shumë e rona. Andaj na sot nuk e vrejmë këtë. Elhamna që Allahu xhallahu ala na ka lehtësu apo një vepër që nesër është më e rëndë se sa bjeshka. Nëse paramenoj për shembull ti në namaz me e fal, edhe tjetë me peshën reale të ti çfarë e ka. A ki mundësi me e bart? A kështu pas mundësi me e fal një namaz me peshën reale çfarë e ka? Kur vëllai. Nuk ki mundësi kur me e fal. Po kush e lehtëson namazin që me lehtësi ta kryjm, ndërsa realisht sa është i rënë është jemul kıyameti. Allahu xhallahu ala. Vepër e mirë, pe vepër më mirë është përmendja Allahut azza xal. Wallahi vëllai nderuar, me u zbërthy dhikri në peshën reale çfarë ka, nuk ka gjuhë në botë që mund e bën atë. S'ka mundësi atë. Cila gjuhë mund me bëhet fjalën Allah? Apo s'ka gjuhë në botë që e bën atë. Cila gjuhë në botë mund me bëhet fjalën subhanallah? Wallahi nuk ka gjuhë në botë. Po na pe bajm, e po ai i cili vendos çka është e lehtë e çka është e rëndë, ai na ka letuar. Po për me kuptu drejt se sa është kërën realisht, kime po jam në qiyama. Kur kjo subhanallah bëhet shumë me eran, bëhet shumë me pesh, se sa bjeshk më të kësaj bote. Tash paramenoj me tonë ty, kime i falë 5 vakte. Që i bie, kime bajt 5 herë ditë një kodër, për një veni me një veni. Kjo është minimumi i krahasimit mund shumë të bëhet. Andaj shiko sa Allah na ka letu, andaj kuptoje këtë, sa ta ka letu Allahu xhallahu ala, sa të ndihmon ai, sa të përkraj kur ti e bën ibadetin. Ti e bart shpërblimin, ndërsa ai e bart peshën e rënd të adhurimit. Apo? Kush se pranon këtë marrëveshje me Allahun xhallahu ala, veç ai që është i dështuar, veç është i humbur. Veç është i humbur. Prandaj e dejane me kuptu se atë ditë ka zhvillim interesante. Për zhvillimi është që kjo. Prandaj besimtari mundohet që me e rëndu vetën e tij pozitivisht në këtë drejtim. Nëse do të ketë edhe rëndime tjera fatkeqësisht, po të cilat do të jenë negative për besimtarin ose për njeriu përgjithësi, që se ngarkohet me përgjegjësi të palame të kësaj bote. Qoftë në aspektin material, qoftë në aspektin e raportit me njerëz, çfarë do qoftë. Ande emri Allahut e Dejjan, ndëruar ndikon tek ne
përshikuar se çfarë po bartim na me veten tonë. Ka njerëz që bartin peshë të rënd këtë botë, jo me lëkjame nuk ka kur farë peshe. Ka njerëz që bartin peshë të lehtë këtë botë, jo me lëkjame kanë peshë shumë të rënda. Këqyrë që ka jetu bajtë. Se cilit për neve Allah Gjallahu Ala, ne e ka vonë kanistrajc, apo ne e kem kanistrajc. Edhe çdo kush për neve, çdo ditë është duke mbush këtë strajc. Që ditë në gjykimet me e prezentu për Allah Gjallahu Ala, kjo është ka kumësil në tregun e ahiretit me shit. Që kjo është ku marrë me vete, që ta kumësil me shit, në musha me fitu diqka. Thot Ibn Qayyim rahimullah, ruaju, që ka këtë shprehje, thot Ibn Qayyim rahimullah, ruaju nga errësirat e dunjas, se gabimisht në errësirë mos po kap gur po fut në strajc e i bën personin nuk bojnë kurrë në tregun e Allahut azza xhela. Kujdes, se terra dunjaja, pos atij që Allaja ka ndërquar me udhëzim, terra është. Andaj sa njerëz vallahi futin gur sikur dikush që është udhëtar, edhe në vend të teshave, në vend të parave që i duan, para menda me ngarku kuferin me shkëmbi. Edhe me bajt personi, a mundet me tu kur mrin të veni, nëse mrin, me pagu hotelin, me pagu bukën, me pagu aeroplanin, me thonë që mere një guri, apo që një guri e kumpru, kur që e guri rrugës është. Mere, për të dho, për balë, fjetës një javë ditë në hotel. A ka mundë si kështu? S'ka mundë si vëllëmë. Po një më lodhe ku më bajt personi, po ke bajt, po kush ka me për gurë? Kjo mund me bajt ishka shumë të letë. A ke pa ka kartela, shumë të leta. E ba njëri shumë thjesht, ase mërë është që ka, po peshën e kanë shumë tronë. Kartelat e që i kanë njerëzit të logarive të tyre në bankë që i kanë. E ka pa së është e vogle. Mi po mund tjetë shumë e vleshme. E që kështu të paramenda gjithë dhe jemën të kijama, po? Ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, dy fjali janë shumë të leta në gjuhë. Por shumë trona në peshojt e ka Allah Gjallahu Ala. Para me dollën ruar në atë peshoj që kodrën me e qitë kurgjës, nuk e levit heqat. Subhanallah. Nuk e leviz, absolutisht nuk e leviz heq. As një gram nuk ban kodra. Në qofë se a vendosë o dy fjallë, të të pegamë sëmë, bajgëran vigna. Po na letë pëthoj me Arab. Subhanallah, u bihamdihi, subhanallah ledhim. Dy fjallë të leta në gjuhë, të ronda në peshoj, të dasha për Allah Gjallahu Ala. Subhanallah, bihamdi, subhanallah ledhim. Dhe emni Allah dhe janë, duhet që të na e rikëthen kujdesin ton për vlerësimin e gjërave që po i futim në strojcën ton. Apo merë gjëra të leta e që në heret bojnë ranë, apo po merë gjëra të rona e që në heret zë bojnë fare heqë. Për gjërave të rona që njerëzit i marrin dunja e vlerëruar, është çdo punë që nuk bëhet për Allah. Lodh njërë të e bo, dhe jemi në kijame si kurse kodra. Ka orë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot vi njerëz me vepra sa kodra, fe yaj'aluha Allahu haban manthura, dhe Allahu xhallahu ala e bën çfarë? Haban manthura. Hi edhe plon, kur favlerës ka heq, absolutisht sa kodra. Për rane ka bo, është lodh shumë, s'ka qenë për Allah. Ka qenë për arsye të ndryshme, por jo për Zotin xhallahu ala. Edhe kjo më bëj pastroni. Prandaj çdo gjë që nuk të bën punë në ahiret, Allah nderum. Çdo punë që nuk është e ronë në ahiret, çdo punë. Hekë pistrojë. Gjuja mos e bajë as dvyn. Nga sa edhe të lodh, edhe të zgënjen, por edhe të privan nga mbushja e strojës me ato që duhet për të Allahu xhallahu ala. Kjo është një pamje më rëndësi që ne e sill ahireti dhe e kuptojmë në kuadër të emrit të Allahut ad-Dayyan. Pamja e dytë, që ka shumë pamje. Këta ekranët ahiretit janë shumë të në ekranët ahiretit. Apo? Po një pamje tjetër që vije. Allahu xhallahu ala thot: "Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa." Atë ditë, tash paramendoj Allahut atë ditë, pamje më njëherë. Të shfaq më njëherë pamja. Tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Kur do çfarë ka bërë nga puna e mirë, do ta gjend prezant para vete. Kjo është ad-Dayyan. Kaj çka ke bëu komë ti mbledh. Nuk
largohet, nuk mungon as minimumit punëve të mia që ke bo. Bo ke harru, ki me gjithë. Muhdaran, hadir, hazër e gjonë. Në thëmë hazër, apo hazër ki me gjithë. Kajt gachëm, krejt min khajrin. Kjo min khajrin, gjdo të mirë, qëkarë dhe kofte. Kjo është pamja. Mirë po, a është kjo pamja vetme? Wa me amilet minsu, por ka me gjithë prezent edhe qka ka bun nga punë të liga. E kur e gjumë punë në ligë, besimtari kur e gjumë punë në mirë, kur e shre punë në mirë, gëzohet. I gëzohet pamjes, i gëzohet këti i badet, i gëzohet që ilhamna edhe kjo këka, edhe kjo shpreson se tash do tjetë llogaria e letë. Po në qofë se i shfaqen edhe punë të liga që së shpendu për tyne i kanë metë, apo e këtu përballë punëve të liga, çka bën? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Do dëshiron që mes ti edhe mes punës së ligë të ketë një largësi të madhe me mujt me gjujt që atë dikun larg si hiç mos më e pa. E Allahu po wa yuhadhdhirukumullahu nafsa. A po shini këtë pamje? O ndëruar, të me jetu me këto vallai njëri, gat me jetu me këto pamje. Allahu po a po shek këtë pamje? Të prezantimit të punëve të mira, edhe pa e shek këtë pamje të prezantimit të punëve të liga si ke mu gjenë ti. Allahu po thot yuhadhdhirukumullah. Allahu po atërheg vëmendjen mos u habitni. Jetoni me këtë pamje gjithmonë. Ato çka ki qef me e pa atje, apo merre pe këto. Ato çka s'don me e pa atje, pse pe bon? Le gjuje. Pse pe bon? Andaj ka thonë Sufjan e Thauri rahimahullah, thot, gjdo fjalë që kam dasht me nxjerr nga goja ime, para se me nxjerr e kom paramendu vetën time para Allahut azza xal, a mund Allahut më ia thonë çto njëjtë? Para na kur folsh për dikon subhanallahu. Fol për dikon, me lehtësi kanë folën për dikon. Para se me vol veç tuj, me bo me nejtë për Allah xhallahu ala. Nëse që je për Allah, se e po të shë, ama me i dalë tamam për para, me gjyku Allah xhallahu ala. Me vetë Allah xhallahu ala, ku e ke marrë qëto që po thush për filonin? Çka i thush? Apo, a thush jo me l'kjame, po i qa falë që më mirë, ku më falë, s'po vyke sana, bëne që është të pranë këtë botë. Qa vyke me folë për filonin? Mara atë që mësë me folë. Qka më vike me marrë me vete këtë barë që së më duhet? Qka më ka këri punë? Asë se vapë s'ke marrë, asë shpëblim nuk merë, asë falënërim, asë mirënohi, asë gjë. Pse e banë persona heret? Që ki qef, pastaj e umë lëkame, tjetë largë për teje, tjetë largë për punëve tuja, mas mja pas sytë asë i punë heqë. Andaj ato që s'ki qef me e pa në heret, lo lirohu për i saj këto. Prandaj e ka pyti Ibn Qayyim Ibn Taymi rahimullah. Ka pyet Talebja Hoxhën. Ibn Qayyim ka pyet Ibn Taymin rahimahumullah e ka thonë çka është el-wara? Wara është një drejgje e njerëz devotshëm, që është sikurse zuhdi. Zuhdi është lloj moslakmie për këtë botë, po i thonë asketizëm, sa bash asketizëm, apo po lloj moslakmie për këtë botë, lloj mos pushtimi të kësaj bote ndaj zemrës, apo e wara është diçka hala më interesante se kjo. Lloj modestie, lloj diçka që njeriu me të vërtet asgjë këtë botë nuk e vlerëson për te asaj që duhet. Rajul wari', njeriu që është wari', me që të shpje ka që ibadet të wara, apo është njeriu i cili do të thotë në këtë botë din çdo gjë më dhon vend e vet. Sa duhet ku më kurrë që sa më fol, sa që kjo është, apo e ka pyet çka është realisht wara. Ka thonë ma thjersu pak. Ka thonë Ibn Taymi rahimullah, nëse don të përfshirësh në këtë ibadet madhështor, a don zuhd, apo të real, çka është zuhd real? Ka thonë krejt çka nuk duhet në ahiret mos e merr për dunjas atë. A mund të më bë? Krejt çka s'duhet mos e merr Allah. Nga se do të jesh në atë gjendje që do tua, të kisha me pas shumë larg apo. Dhe kjo është një pamje që Zoti xhallahu ala ka përmend në këtë ditë që ndodh apo. Pra njëri duhet të mbrojë për çdo zullume. Duhet të mbrojë për çdo te kalimi kufiri. Nga se e dejan do të llogarit për çdo gjë.
ka ardhur një tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë ja Rasulullah, unë i kam dy, me thonë shërtor, i kam dy punëtor, çfarë duhet tu? I ka pas njerëz që i ka pas në udhëheqjen e tij atë. Ka thonë, ata më mashtrojnë mu, ata më vjedhin besa, ata nuk ma kryin punën që duhet, edhe unë i rrehi. Ka thonë, çusha puna e me ta? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit ki me dalë bashkë me ta. Apo? Në qoftë se i ke denu ma shumë se që të kanë bo, apo ki me e pagu. Po më kanë vjedhë, anë edhe kjo e ka një sasi të caktuar me dënimit. Ai ma jo me të i kalu. Dikush në emën të një keq bërje të dikujt, apo tani 10 fish është i gatshëm. I ka ndërson qofse kanë marrë dënim të merituar, jeni 0-0, barabartë. Ndërson qoftë se i ke dënu ma pak se që të kanë dëmtu, ata kanë e pagu. Qështu komendohet të kur dalin para dejan. Madje nuk do të bëjë as kush pa e marrë, wallahi pa e marrë hakun e vetë. Madje sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe të kafshët, edhe të bagtit, do të bëhet kompenzimi i çdo dëmtimi që është bërë. Në qoftë se një dash me brina e ka rrok një dele pa brina edhe i ka bo dam, e zulmi ka bo, yemul qiyama Allahu xhalla wala kësaj dele që janë gjetë brinat. Apo i thot goditet është ti këtë dash që në dunja të rrok ty me brina që ti s'ke pas brina. Edhe kur kajt kafshët e marrë hankën që duhet, atër Allahu ju thot kafshë kunu turaba. Bëhuni dhej, se në qënë delën gjenet, as lupën, se së gjeneti për të asë gjenemi, mirë po rinjallën jam ullë veç për nisan, për me që hakun ven. Kur të marrën hakun, bëhu dhej. E që të mërmenja, na që jemi kriju për këtë hak, edhe këna me dalë për Allah Gjella për me shpagu këtë hak. Andaj emnët e dëjan, thash, ndikon të këni dhe ruar, edhe në këtë aspekt, në kujdesin ton, për atë qëfar i gëzohemi, dhe për atë qëfar nuk i gëzohemi, që ta kejmë me vete. Andaj asaj që nuk i gëzohemi, ta lojmë ta braktisim që fjallë, që vepër, qëka do qoftë, më e letë është sot vëllaj me e lonë, që sa njështë të ka lagja lehu ala. Sa epshe, sot njerë nuk kanë mundësi me i braktis, apo, dhe fatë kësi ato ju sjellin, Allah në ruaj dënimet të dhimbshme me më lëkijame. Ma letë është me e lonë sot vëllaj, qëfar dëlloj epshi, qëfar dëlloj kërkeset të nefësit, o shumë ma letë sot me e lonë, se nesër qëfar dëlloj dënime për jetu. Nëse dënimi i ahiretit është real, dënimi i ahiretit është tash i gjallë, prej besimit tonë në ditë në gjykimit është, besojmë se xheneti dhe xhenemi janë të krijuara. Apo, don që tash na të fol për xhenemin, ai është duke u djeg. Ai është duke u shtuar zjarr. Na duke fol për xhenetin, duke përmend, ai tash është duke u zbukuruar, duke u hieshu. Prandaj kërkohet për ne të kuptojmë pak më drejt, të kuptojmë pak më afër këto gjëra që ta përmirësojnë dhe ta rregullojnë jetën tonë. Ajo që na ndihmon këtë tim, sikur të theka, ajo që na stimulon për xhenet, ajo që na ruan nga xhenemi, ajo që na motivon të bëjmë punë mira, ajo që na jep një lloj kujdesi dhe vëmendje nga punët e këqija është njohja e Allah xhallahu ala me emrin e tij ad-Dayyan. Andaj kjo është një ndikim i rëndësishëm në jetën tonë që besoj që do të na ndihmon të realizojmë të arrijmë këto që i përmenda deri më tani me emrin e Allah xhallahu ala ad-Dayyan. Edhe pse kanë me të disa gjëra tjera më rëndësi, por i përmendim inshallah në pjesën e dytë të kësaj ligjërate. Me kaq po i dho fund kësaj pjese. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.